Përpara se të fillojmë këtë histori që do t'ju lëkundë thellë shpirtin, duam të dëgjojmë zërin tuaj. A mund të imagjinoni dhimbjen e një nëne që braktis 2 fëmijë të porsalindur? A mund ta kuptoni vendimin e saj? Shkruani në komente çfarë mendoni për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. A do ta falnit nënën që la prapa 2 jetë të vogla apo jo? Ndajeni këtë histori nëse ju prek zemën, sepse nganjëherë dhimbja më e madhe fshihet pas vendimeve që ne nuk i kuptojmë kurrë plotësisht. Nata e 10 e shkurtit erdhi me një stuhi bore që mbuloi qytetin e Prishtinës me një perde të bardhë heshtjeje. Rrugët ishin bosh, drita e rrugëve dridhej në erën e ftohtë dhe qielli i errët dukej sikur mbante një sekret të rënd mbi kokat e njerëzve që flisnin në shtëpitë e tyre të ngrohta. Por në katin e 3 të maternitetit të qytetit, në një dhomë të vogël me mure të bardhë dhe aromë dezinfektanti, po ndodhte diçka që do të ndryshonte jetën e shumë njerëzve përgjithmonë. Ajo qëndronte në shtratin e bardhë, trupi i saj i lodhur dhe i dobët pas lindjes së binjamëve. Drita e zbehtë e llambës së natës i ndriçonte fytyrën e zbet, ku lotët kishin lënë gjurmë të thata në faqet e saj. Emri i saj ishte Arlinda, një grua 22 vjeçare me sy kafe që dikur mbanin shkëlqim, por tani ishin të errët si nata jashtë dritares. Duart e saj të holla dridheshin ndërsa mbante një cop letër të palosur, një letër që kishte shkruar me mundim dhe lot, fjalë pas fjale, sikur çdo germ i hiqte një cop nga shpirti. 2 djemt e vegjël, të mbështjella në batanie të bardha, flinin në krevatet e tyre pranë saj. Fytyrat e tyre të vogla, kaq paqësore dhe të pastre, dukeshin si engjëj që kishin zbritur në tokë. Njëri prej tyre, ai që infermierët e kishin quajtur përkohësisht Eron, kishte flokë të errët që sapo fillonin të shfaqeshin, kurse tjetri, Erol, kishte trup pak më të madh dhe një shenjë të vogël roz në qafë. Ata ishin aq të bukur, aq të pafajshëm, aq të papërfillshëm për botën që i rrethonte, dhe pikërisht kjo e bënte vendimin e Arlindës edhe më të dhimbshëm. Ajo u ngrit ngadalë nga shtrati, duke mbajtur barkun që ende dhemte nga lindja. Çdo lëvizje ishte mundim, por jo aq i madh sa mundimi që ndjente në shpirt. Ju afrua krevatëve të vogël dhe i shikoi për një kohë të gjatë, duke përpjekur të memorizojë çdo detaj të fytyrës së tyre. Deshi t'i prek, por dora i ndaloi në ajër, sikur një forcë e padukshme e pengonte. Çfarë lloj nëne nuk mund të prek fëmijët e saj? Çfarë lloj gruaje ishte ajo që po përgatitej të bënte atë që kishte vendosur? Lotët filluan të rrjedhin përsëri, pa zë, duke i rënë në dyshemen e ftohtë. Arlinda vendosi letrën në tavolinën e vogël pranë krevatit, pastaj mori çantën e saj të vogël që kishte sjellë me vete. Brenda ishte vetëm pak rroba, një fotografi të vjetër dhe asgjë tjetër. Jeta e saj ishte bërë aq zbrazët sa nxinte në një çantë dore. Pa u kthyer prapa, pa hedhur një shikim të fundit, ajo doli nga dhoma. Këmbët i dridheshin, zemra i rrihte aq fort sa mendoi se do të fikej, por vazhdoi të ecte. Korridori i gjatë i maternitetit ishte zbrazët në ato orë të natës. Vetëm zëri i largët i një fëmije që qante dëgjohej diku si një kujtesë e asaj që ajo po linte pas. Çdo hap i saj ishte një luftë, por ajo vazhdoi deri në dalje. Kur arriti te dera kryesore, infermierja e natës, një grua e moshuar me flok gri dhe një fytyrë të mirë, e pa duke dalë. "Zonjë, ku po shkoni? Ju sapo keni lindur, duhet të qëndroni." Vëzhgim së paku edhe disa ditë, thiri ajo pasaj. Por Arlinda nuk u ndal, nuk u kthye, nuk tha asnjë fjalë. Ajo vazhdoi të ecte drejt portës, drejt natës së ftohtë, drejt borës që binte ende, drejt një jete që dukej edhe më e errët se nata. Infermierja u habit, pastaj u shqetësua. Vrapoi drejt dhomës ku kishte qenë Arlinda dhe gjeti 2 fëmijët duke fjetur qetë. Pastaj pa letrën mbi tavolinë. Me duar të dridhura e hapi dhe filloi ta lexonte. Çdo fjalë ishte një goditje, çdo rresht ishte një rrëfim i dhimbjes së papar. "Për atë që do ta gjej këtë letër", fillonte letra. "Unë nuk jam një nënë e mirë. Nuk jam gruaja që këta 2 engjëj meritojnë. Jetën time e kam bërë cop-cop me vendime të gabuara, dhe tani po paguaj çmimin më të madh. Ata quhen Eron dhe Erol, dhe janë gjëja më e pastër që ka prekur ndonjëherë jetën time të ndyrë. Por unë nuk mund t'u jap atyre atë që kanë nevojë. Nuk mund t'u jap dashuri, sepse vetë nuk e di çfarë është dashuria. Nuk mund t'u jap siguri, sepse vetë jam e pasigurt për çdo frymëmarrje që marr. Dhe nuk mund t'u jap një të ardhme, sepse e ardhmja ime nuk ekziston. Ju lutem, gjeni për ta një familje që t'i doj, që t'i mbroj, që t'u jap atë që unë nuk mund. Dhe mos u thoni kurrë për mua. Le të mendojnë se nëna e tyre vdiq, sepse kjo është e vërteta. Nëna që duhej të kisha qenë unë vdiq shumë kohë më parë, para se ata të lindeshin. Falenderit për gjithçka që do të bëni për ta, dhe më falni, nëse falimi ende ekziston në këtë botë."
Letra nuk ishte nënshkruar, nuk kishte emër, nuk kishte adres, nuk kishte asgjë që mund të ndihmonte për ta gjatur gruan që kishte ikur në natën e borës. Infermieria mbeti e shokuar, me letrën në duar, duke parë 2 fëmijë që vazhdonin të flisnin paqësisht, të pavetëdijshëm për tragjedinë që sapo kishte ndodhur në jetën e tyre të vogël. Lajmi u përhap shpejt në maternitet. Mjekët, infermierët, administratorët, të gjithë mblodhen për të diskutuar çfarë duhej bërë. Policia u thirr, por nuk pati asnjë gjurmë të Arlindës. Ajo kishte zhdukur sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Askush nuk e dinte nga kishte ardhur, askush nuk e dinte kush ishte, dhe askush nuk kishte informacion për të. Kur mjekët kontrolluan dokumentet e regjistrimit, gjetën se emri që ajo kishte dhënë ishte i rrem, adresa e rrem, gjithçka e rrem. Ishte sikur një fantazëm që kishte ardhur për të lindur dhe pastaj ishte zhdukur në ajër. Ditët kaluan dhe askush nuk erdhi për të kërkuar fëmijët, as një familjar, as një mik, askush. Eron dhe Erol u kujdesën nga stafi i maternitetit me dashuri dhe përkushtim, por çdo infermiere që i mbante në krah ndjente një trishtim të thellë. Si mund një nën të braktiste 2 qenje kaq të bukura? Si mund dikush të largohej nga gjëja më e çmuar që jeta mund të jap? Pas 2 javësh, kur u bë e qartë se nëna nuk do të kthehej dhe se askush nuk do të paraqitej për t'i marrë fëmijët, zyra e mbrojtjes sociale të qytetit u përfshi. Një punëtore sociale, një grua e re me emrin Flutura, erdhi për të parë binjakët. Ajo kishte punuar në fushën e kujdestarisë për fëmijët e braktisur prej vitesh, por çdo rast i ri e prekte thellë. Kur i pa Eron dhe Erol, zemra ju u shtrëngua. Ata ishin aq të vegjël, aq të brisht, dhe tashmë kishin përjetuar braktisjen e parë të jetës së tyre. Do t'i dërgojmë në shtëpinë e fëmijëve, tha Flutura me një zë që përpiqej të ishte profesional, por që tradhtonte emocionin. Kujdestare ose përbirësim, janë ende shumë të vegjël, ka shanse të mira që të gjenden prindër të dashur për ta. Por thellë brenda, Flutura e dinte se realiteti ishte ndryshe. Birësimi në Kosovë nuk ishte proces i lehtë, dhe shumë fëmijë kalonin vite të tëra në institucione pa gjetur kurrë një familje. Dhe për binjakët ishte edhe më e vështirë. Shumë familje donin të birësonin vetëm një fëmijë, jo 2 njëherësh. Ditën që Eron dhe Erol u larguan nga materniteti, bora kishte pushuar sërën dhe dielli kishte dalë për herë të parë pas shumë ditësh. Por drita e diellit nuk mund të ngrohte ftohtësinë që mbeti në zemrat e atyre që i patën ata të largohen. Flutura i mbajti të 2 në krah, ndërsa dilte nga godina, duke u përpjekur të mos qante. Ata ishin aq të lehtë, aq të pafajshëm, dhe tashmë barra e braktisjes ishte shënuar në fillimin e jetës së tyre. Shtëpia e fëmijëve ishte një ndërtesë e vjetër në periferi të qytetit, me mure të verdha dhe dritare të mëdha që shikonin drejt një obori të gjerë. Brenda, tingujt e fëmijëve që luanin, qanin, qeshnin, përzihen në një simfoni kaotike të jetës. Eron dhe Erol u vendosën në një dhomë me 5 fëmijë të tjerë të vegjël, secili me historinë e tij të dhimbjes dhe braktisjes. Edukatorët dhe kujdestarët e shtëpisë fëmijëve bën më të mirën e tyre për t'u dhënë atyre dashurinë që kishin nevojë. Por si mund të zvendësohej dashuria një nëne? Si mund një fëmijë të rritet i plot kur mungon gjëja më thelbësore në jetën e tij? Muajt kaluan dhe u bën vite. Eron dhe Erol rriteshin ngadalë, duke kaluar nga foshnjakët e vegjël në fëmijë që lëviznin, eksploronte dhe fillonin të kuptonin botën përreth tyre. Ata ishin të pandashëm, sikur 2 gjysma të së njëjtës shpirt. Kur njëri qante, tjetri qetësoi vetëm pranë tij. Kur njëri smurej, tjetri shfaqte shenjat e të njëjtës dhimbje. Ishte një lidhje që shkonte përtej gjakut, përtej gjithçkaje që mund të shpjegohej me fjalë. Por edhe në atë moshë të vogël, diçka e thellë po formohej në shpirtrat e tyre. Një ndjenjë zbrastësie, një pyetje që nuk kishte përgjigje. Pse ata ishin atje? Pse nuk kishin një nën si fëmijët e tjerë? Pse nuk kishin një shtëpi të vërtetë? Kur Eron dhe Erol mbushën 3 vjeç, filluan të bëjnë pyetje. Ku është mamaja jon? Pyeste Eron me zërin e tij të vogël, duke shikuar Fluturën që vinte shpesh për t'i parë. Flutura nuk dinte si t'u përgjigjej. Si mund t'i thoshte një fëmijë 3 vjeç që nëna e tij e kishte braktisur që në ditën e parë të jetës? Mamaja juaj, ajo ju deshi shumë, u përgjigj Flutura, duke u përpjekur të gjej fjalët e duhura. Por ndonjëherë në jetë ndodhin gjëra që ne nuk i kuptojmë. Ajo nuk mund të qëndronte me ju, por ju la këtu që të kujdesemi për ju dhe t'jeni të lumtur.
por fëmijët nuk ishin të kënaqur me përgjigje të tilla. Ata donin më shumë, donin të dinin ku ishte ajo, pse kishte shkuar, kur do të kthehej. Dhe çdo pyetje pa përgjigje ishte një plagë e re në zemrat e tyre të vogla. Vitet e para të fëmijërisë e Eron dhe Erol kaluan në mënyrë të njëjtë çdo ditë. Zgjoheshin në orën 6 të mëngjesit në domën e madhe ku flinin me fëmijët e tjerë, hanin mëngjesin në mensën e madhe ku tavolinat e gjata druri mbaheshin plot me gota qumshti dhe fet buke, dhe pastaj shkonin në kopshtin e vogël që shtëpia e fëmijëve kishte organizuar brenda ndërtesës. Por edhe atje, edhe në mes të lojrave dhe të qeshurave të fëmijëve të tjerë, Eron dhe Erol ndjenin diçka që i veçonte nga të gjithë të tjerët. Ata shikonin se disa fëmijë largoheshin nga shtëpia. Vinin çifte, burra dhe gra me fytyrë të lumtur, që zgjidhin një fëmijë dhe e merrnin me vete. Fëmia që largohej ishte i lumtur, shpesh qante nga gëzimi dhe i premtonte të gjithëve se do të kthehej për t'i parë. Por rrallë kthehej. Sepse kur gjeje një familje, kur gjeje një shtëpi, pse do të kthehesh në vendin ku kishe jetuar në zbrazëti? Eron dhe Erol presin edhe ata. Çdo herë që dëgjonin se do të vinte një çift për të parë fëmijët, zemrat u rrahnin më shpejt. Ndoshta do të ishin ata, ndoshta dikush do të vinte për t'i marrë të dy dhe për t'u dhënë atë që u mungonte më shumë, një familje. Por çiftet që vinin shikonin te Eron dhe Erol dhe shpesh thueshin mes vete: "Dy fëmijë një herësh është shumë, ne mund të marrim vetëm një", thoshte burri. "Por ata janë binjak, nuk mund t'i ndajmë", përgjigjej gruaja, duke shikuar me dhimbje të dy djemtë e vegjël që i shikonin me shpresë. "Atëherë duhet zgjedhim dikë tjetër", vendoste çifti, dhe largoheshin duke marrë një fëmijë tjetër. Çdo herë që kjo ndofte, Eron dhe Erol ndjenin një copë të shpirtit duke u thyer. Pse ata nuk ishin të mjaftueshëm të mirë? Pse askush nuk i donte të dy bashk? A ishte faji i tyre që ishin binjak? Kur mbushën 5 vjeç, filluan të kuptojnë më shumë. Edukatorja e tyre, zonja Valbona, një grua e moshuar me zemër të madhe, u tha një ditë historinë e tyre. E tha but, me kujdes, duke u përpjekur të mos i lëndonte më shumë se sa ishin lënduar tashmë. "Ju lindët në një natë dimri, në maternitetin e qytetit", filloi ajo, duke ulur pranë tyre në dhomën e vogël të leximit. "Mamaja juaj ishte shumë e re dhe kishte kaluar gjëra të vështira në jetë. Ajo ju deshi, por nuk mund të kujdesej për ju. Kështu që vendosi t'ju linte në duar të sigurta, që të gjenit një jetë më të mirë se ajo që ajo mund t'ju jepte." "Por pse nuk erdhi për ne?" pyeti Erol, me lot në sy. "Pse nuk na mori me vete?" Zonja Valbona nuk kishte përgjigje që mund t'i qetësonte. Si mund t'i shpjegoje një fëmijë 5 vjeç kompleksitetin e jetës, dhimbjen e zgjedhjeve të vështira dhe peshën e dështimit? "Ndonjëherë, dashuria më e madhe është të lësh shkuar", tha ajo, duke shpresuar se një ditë ata do ta kuptonin këtë. Por Eron dhe Erol nuk e kuptuan, dhe nuk do ta kuptonin për shumë vite. Kur mbushën 7 vjeç, filluan shkollën fillore në një shkollë publike afër shtëpisë fëmijëve. Ishte hera e parë që dilnin rregullisht nga ndërtesa dhe takoheshin me fëmijë që kishin familje normale. Ishte hera e parë që shihnin se si jetonte pjesa tjetër e botës. Çdo mëngjes, prindrit sillnin fëmijët në shkollë me makina, i përqafonin, i puthnin, u jepnin ushqim për drek dhe u thueshin "shihemi pasdite". Por Eron dhe Erol vinin me autobusin e shtëpisë fëmijëve, së bashku me 8 fëmijë të tjerë dhe askush nuk i përqafonte. Askush nuk u thoshte "shihemi pasdite". Ata dilnin se pasdite do të ktheheshin në të njëjtin vend, në të njëjtën dhomë, në të njëjtën jetë pa familje. Në klas, mësuesja pyeste shpesh: "Çfarë bët me familjet tuaja fundjavën?" Fëmijët e tjerë ngritën duar me entuziazëm. "Shkuam në piceri, vizituam gjyshrit, babi më mori në liqen", por Eron dhe Erol ulnin kryet dhe heshtnin. Çfarë mund të thonin? "Ne qëndruam në shtëpinë e fëmijëve dhe luajtëm në oborin e vogël?" Fëmijët e tjerë filluan ta vinin në re, dhe si të gjithë fëmijët, disa ishin të egër dhe të pamëshirshëm. "Ju nuk keni mami dhe babi", i tallë në një djalë një ditë në oborin e shkollës. "Mamaja juaj nuk ju deshi, prandaj ju hodhi." Fjalët ishin si thika që shponin thellë. Eron e shtiu djalin dhe filloi një grindje që u ndal nga mësuesi. Atë pasdite, kur u kthye në shtëpinë e fëmijëve, Eron qau për orë të tëra. Erol ul pranë tij dhe e mbajti për dorë. "Ne kemi njëri tjetrin", i tha Erol, edhe pse zëri i tij dridhej.
Ne nuk jemi vetëm, je ti për mua dhe unë për ty. Kjo u bë mantra e tyre, fjalët që i mbanin të fortë, ti për mua dhe unë për ty. Ishin vetëm 7 vjeç, por tashmë kishin mësuar se jeta ishte e vështirë dhe se duhej të mbështeteshin te njëri tjetri për të mbijetuar. Vitet kaluan dhe Eron dhe Erol u bën 9 vjeç, pastaj 10, pastaj 12. Me kalimin e kohës, shpresa për birësim u zbeht. Sa më të vjetër bëheshin, aq më pak çifte vinin për t'i parë. Të gjithë donin foshnja ose fëmijë të vegjël, jo adoleshent që tashmë kishin formuar personalitetin e tyre dhe që mbanin brenda dhimbjen e viteve pa familje. Por ata nuk humbën njëri tjetrin. Në fakt, lidhja e tyre u bë edhe më e fortë. Eron ishte më i qetë, më i mbyllur në vetvete, më shumë të mendoje se sa të fliste. Ai kalonte orë të tëra duke lexuar libra që i gjente në bibliotekën e vogël të shtëpisë së fëmijëve. Lexonte për vende të largëta, për aventura, për heroj që mposhten vështirësitë. Lexonte për të harruar realitetin e tij, për të ikur në botë ku gjërat kishin kuptim. Erol ishte më i ndryshëm. Ai ishte më i hapur, më i zjarrt, më i gatshëm për të folur dhe për të përballuar botën. Nëse dikush u thoshte diçka të keqe, Erol ishte ai që përgjigjej me ashpërsi. Nëse ndokush përpiqej t'i nënçmonte, Erol ishte ai që ngrinte zërin. Ai ishte mbrojtësi, luftëtari, ndërsa Eron ishte mendimtari, ai që përpunonte dhe reflektonte. Së bashku, ata ishin një ekip i përkryer. Ata mbulonin dobësitë e njëri tjetrit dhe forconin pikat e forta të njëri tjetrit. Kur njëri ishte i dobët, tjetri ishte i fortë. Kur një humbi shpresën, tjetri e ngrinte përsëri. Kur mbushën 15 vjeç, filluan të bëjnë plane për të ardhmen. Zonja Valbona u tha se kur të mbushnin 18 vjeç, do të duhej të largoheshin nga shtëpia e fëmijëve. Kjo ishte ligji. Në moshën 18 vjeç, do të konsideroheshin të rritur dhe do të duhej të gjenin rrugën e tyre në jetë. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Eron një natë duke shikuar tavanin e dhomës së tyre. Ishte dimër përsëri dhe bora binte sikur atë natë kur ata lindën. Sikur bora ishte një kujtese përhershme e fillimit të tyre të dhimbshëm. Do të gjejmë punë, u përgjigj Erol, me një vendosmëri që tentoi të fshehte frikën e tij. Do të marrim një apartament të vogël, do të jetojmë bashkë dhe një ditë do ta gjejmë atë. Kë? Pyeti Eron, edhe pse e dinte përgjigjen. Nënën ton, tha Erol, me një zë që mbahi forcë dhe zemërim. Do ta gjejmë dhe do të pyesim pse na la. Do të pyesim pse nuk erdhe kurrë për ne. Do të pyesim pse nuk ishim të mjaftueshëm të mirë për të. Eron nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Pastaj, me zë të ulët pyeti: "Dhe nëse ajo nuk ka përgjigje?" "Atëherë së paku do të dim," tha Erol. "Së paku nuk do të kalojmë gjithë jetën duke u pyetur." Ky plan u bë qëllimi i tyre, arsyeja e tyre për të vazhduar. Çdo ditë që kalonin në shtëpinë e fëmijëve, çdo mbrëmje që shtriheshin në shtretërit e tyre të vegjël, ata mendonin për ditën kur do të ishin të lirë dhe do të fillonin kërkimin e tyre. Por jeta nuk u lehtësua. Në moshën 16 vjeç, filluan të punonin punë të vogla për të fituar pak para. Eron gjeti punë në një librari të vjetër në qendër të qytetit, duke renditur libra dhe duke ndihmuar klientët. Ai e donte atë punë, sepse e mbante të rrethuar nga histori dhe nga botë që nuk ishin të tijat. Erol gjeti punë në një garazh mekanik, duke mësuar si të riparonte makina. Ai e donte atë punë, sepse i jepte ndjenjën se po bënte diçka me duart e tij, diçka konkrete dhe të dobishme. Paratë që fitonin i kursenin me kujdes. Çdo cent ishte i rëndësishëm, çdo monedhë ishte një hap më afër lirisë së tyre. Kur mbushën 18 vjeç, dita që kishin pritur arriti. Zonja Valbona qau kur ju tha lamtumir. "Ju jeni djemt më të fortë që kam njohur ndonjëherë," u tha ajo, duke i përqafuar të dy. "Jeta nuk ka qenë e drejtë me ju, por ju nuk e keni lënë atë t'ju mposht. Jam krenare për ju." Eron dhe Erol morën çantat e tyre të vogla, që mbaheshin të gjitha gjërat që zotronin në botë dhe dolën nga shtëpia e fëmijëve për herë të fundit. Nuk u kthyen për të parë mbrapa. Nuk donin të shihnin vendin ku kishin kaluar të gjithë jetën e tyre, vendin ku kishin pritur për një familje që nuk erdhi kurrë. Gjetën një apartament të vogël me një dhomë në një lagje të varfër të qytetit. Qiraja ishte e lartë për të ardhurat e tyre të pakta, por nuk kishin zgjedhje tjetër.
Apartamenti kishte një dhomë gjumi, një kuzhinë të vogël dhe një banjo që kishte nevojë për riparim. Por për ta, ishte parajs. Për herë të parë në jetë, kishin një hapësirë që ishte e tyreja. Për herë të parë, nuk ndanin dhomën me 10 fëmijë të tjerë. Për herë të parë, mund të mbyllnin derën dhe të ishin vetëm me mendimet dhe shpresat e tyre. Por pavarësisht nga gëzimi i lirisë, pyetja që i kishte munduar gjithë jetën mbeti. Ku ishte nëna e tyre? Kush ishte ajo? Dhe pse i kishte braktisur? Jeta jashtë shtëpisë së fëmijëve ishte më e vështirë se sa Aaron dhe Errol kishin imagjinuar. Liria që kishin ndërruar vinte me një çmim të lartë, përgjegjësi të pafund, fatura që duhej të paguheshin, ushqim që duhej të blihej, probleme që duhej të zgjidheshin pa ndihmën e askujt. Aaron vazhdoi punën në librari, por pagesa nuk ishte e mjaftueshme për të mbuluar edhe gjysmën e shpenzimeve të tyre. Errol punonte orë të gjata në garazh, shpesh deri vonë në natë, me duar të njomë me vaj dhe trup të lodhur, por pavarësisht se sa shumë punonin, parat mezi u mjaftonin për qira, ushqim dhe nevojat bazike. Megjithatë, ata nuk humbën shpresën. Çdo fundjavë kur kishin kohë të lirë, fillonin kërkimin e tyre. Shkuan te materniteti ku ishin lindur, me shpresën se dikush mund të kujtonte diçka për nënën e tyre. Por kishin kaluar 20 vjet, shumë prej stafit që kishte punuar atje në atë kohë ishin larguar, kishte dalë në pension ose kishin vdekur. Ata që mbetën nuk mbajtën asnjë kujtim të asaj nate dimri. Ka kaluar shumë kohë, u tha një infermieret e vjetër duke i shikuar me dhimbje. Dhe ajo grua nuk donte të gjindej, nuk la asnjë gjurmë, është sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Por Aaron dhe Errol nuk u dorëzuan. Shkuan te zyra e shërbimit social dhe kërkuan aksesin në dosjet e tyre. Pas shumë kërkesash dhe procesesh burokratike, u dha një kopje të letrës që nëna e tyre kishte lënë. Kur e lexuan, zemrat u thyen përsëri. Ajo na deshi, por nuk mund të kujdesej për ne, tha Aaron me zë të thyer, duke mbajtur letrën me duar të dridhura. Por pse? Çfarë e pengoi? Çfarë kishte ndodhur në jetën e saj që e bëri të besonte se nuk ishte e mjaftueshme e mirë për ne? Nuk e dim, tha Errol, duke shtrënguar grushtat me frustrim, dhe nuk do ta dim kurrë nëse nuk e gjejmë. Ata vendosën të ndiqnin çdo gjurmë të mundshme. Shkuan te policia dhe pyetën nëse kishte ndonjë raportim për një grua të humbur ose për ndonjë rast që mund të lidhej me braktisjen e tyre, por nuk pati asgjë. Shkuan te mediat lokale dhe shpresuan se ndoshta dikush që e njihte nënën e tyre do të shihte një lajm dhe do të kontaktonte, por prap nuk pati asgjë. Muajt kaluan dhe u bën 1 vit, pastaj 2. Aaron dhe Errol vazhduan jetën e tyre të përditshme, por kërkimi për nënën e tyre mbeti gjithmonë në mendjet e tyre. Çdo ditë mendonin për të, çdo natë ëndërronin për momentin kur do ta gjenin dhe do ta pyesnin pse. Gjatë kësaj kohe, jetët e tyre filluan të formoheshin në mënyra të reja. Aaron zgjodhi të shkonte në një shkollë të mesme vjetore, ku mori një certifikat në menaxhimin e biznesit. Ai kishte gjithmonë dashur të kishte diçka të tij, një biznes të vogël ku mund të ishte i pavarur dhe të krijonte diçka me duart dhe mendjen e tij. Errol, nga ana tjetër, vazhdoi të punonte në garazh dhe u bë mjeshtër në riparimin e makinave. Ai kishte një talent natyral për të kuptuar si funksiononte mekanika dhe shpejt u bë një nga punonjësit më të respektuar në garazh. Por pavarësisht nga suksesi modest që po arrinin, zemrat e tyre mbetën të zbrasta. Gjëja që u mungonte më shumë nuk ishte paraja, nuk ishte stabiliteti, nuk ishin gjërat materiale. Ishte përgjigjja. Ishte të dije pse nëna e tyre i kishte braktisur. Një ditë, kur Aaron dhe Errol ishin 21 vjeç, Flutura, punëtorja sociale që kishte kujdesur për ta kur ishin foshnja, erdhi për t'i parë. Ajo kishte dëgjuar për kërkimin e tyre dhe kishte diçka për t'u thënë. Kam menduar shumë për ju gjatë këtyre viteve, filloi Flutura, duke ulur me ta në apartamentin e tyre të vogël. Dhe kam vendosur të ju tregoj diçka që nuk ju a kam thënë më parë. Zemrat e Aaron dhe Errol filluan të rrahnin më shpejt. Çfarë është? Pyeti Errol, duke u afruar. Kur ju mora nga materniteti, bëra disa hulumtime të mijat, vazhdoi Flutura. Doja të dija më shumë për nënën tuaj,
edhe pse e dija se ajo nuk donte të gjindej. Zbulova se në natën kur ju lindët, një grua kishte mbërritur në maternitet në gjendje shumë të keqe. Ajo ishte rrahur keq, kishte fraktura dhe ishte në një gjendje të tmerrshme emocionale. Ajo ishte nëna jon? Pyeti Eron me frymë të ndërprerë. Nuk jam e sigurt, tha flutura, por koha përputhet. Dhe infermierët që e pan, thanë se ajo fliste për një burr që e kishte keq trajtuar, që e kishte detyruar të bënte gjëra që ajo nuk donte. Thanë se ajo ishte e friksuar, e tmerruar, dhe se nuk donte që ai burr ta gjente ose të gjente fëmijët. Eron dhe Erol ndjen një valë dhimbjeje dhe zemërimi që i përplasi njëkohësisht. Pra, ajo na braktisi për të na mbrojtur? Pyeti Eron me zë të thyer. Ndoshta, tha flutura but, ndoshta mendonte se ju do ta urrenit, ose ndoshta nuk mundi të përballonte dhimbjen e asaj që kishte bërë. Kjo informacion e ndryshoi gjithçka për Eron dhe Erol. Deri atëherë, ata kishin menduar për nënën e tyre si dikush që thjesht nuk i kishte dashur, por tani filluan ta shihnin si një viktim, si dikush që kishte vuetur dhe që kishte marrë një vendim të tmerrshëm për të mbrojtur fëmijën e saj. Duhet ta gjejmë, tha Erol me një vendosmëri të re. Duhet i themi se nuk e urrejmë. Duhet i themi se e kuptojmë. Por si? Pyeti Eron. Nuk kemi as emër, as adresë, as një gjurmë. Flutura nxori një copë letre nga çanta e saj. Kam këtu emrat e 2 grave që ishin në maternitet në të njëjtën kohë me nënën tuaj. Ndoshta njëra prej tyre e di diçka, ndoshta njëra prej tyre mund t'ju ndihmoj. Eron dhe Erol morën letrën me duar të dridhura. Ishin 2 emra, Drita Prasniqi dhe Antigona Mehmeti. Ishin vetëm emra, por për ta ishin më shumë se kaq. Ishin shpresa. Ditën tjetër, filluan kërkimin e tyre të ri. E gjetën Drita Krasniqi në një lagje në qendër të Prishtinës. Ajo ishte një grua në të 40-tat e hershme, me fëmijë të rritur dhe një jetë të qetë. Kur Eron dhe Erol i shpjeguan pse kishin ardhur, ajo u duke befasuar dhe e prekur. Po, unë isha në maternitet në atë kohë, tha Drita, duke i ftuar të hynin në shtëpinë e saj. Dhe po, kujtoj një grua të re që ishte shumë e shqetësuar. Ajo ishte në një dhomë pranë meje dhe dëgjova infermierët duke folur për të. Thueshin se kishte ardhur vetëm pas një shoqërues dhe se kishte shenja dhune në trup. A e dini emrin e saj? Pyeti Eron me shpresë. Jo, nuk e mbaj mend, tha Drita, duke menduar thellë. Por mbaj mend diçka tjetër. Ajo fliste me një theks të veçantë, sikur vinte nga një fshat në jug, dhe kujtoi se kishte një tatuazh të vogël në kyçin e dorës, një fjali në gjuhën angleze. Nuk mbaj mend çfarë thoshte, por ishte diçka që më bëri përshtypje. Ky detaj ishte i ri, një tatuazh, një dialekt, ishte më shumë se ç'kishin pasur ndonjëherë më parë. E gjetën edhe Antigona Mehmeti, por ajo nuk kujtoi asgjë të dobishme. Ajo kishte qenë fokusuar te fëmia i saj dhe nuk kishte vënë re asgjë për gratë e tjera në maternitet. Me informacionin e ri, Eron dhe Erol vazhduan kërkimin. Provuan të kontaktonin banor të fshatrave në jug, duke shpresuar se dikush mund të njihte një grua me një tatuazh në kyçin e dorës, por ishte sikur të kërkoje një gjilpër në një fushë kashte. Vitet vazhduan të kalojnë. Eron dhe Erol tani ishin 23 vjeç. Kishin arritur një stabilitet modest në jetë. Eron kishte hapur një dyqan të vogël që shiste libra të vjetër dhe objekte antike. Erol kishte bërë të mundur të blinte një pjesë të garazhit ku punonte, dhe tani ishte bashkëpronar. Kishin arritur gjëra që shumë fëmijë të braktisur nuk arrin kurrë. Kishin një jetë, kishin të ardhura, kishin qëllime, por brenda mbeten të zbrazët, sepse pavarësisht nga gjithçka që kishin arritur, vazhdonin të ishin 2 djemë që nuk e dinin se pse nëna e tyre i kishte lënë. Një ditë, kur Eron ishte duke punuar në dyqanin e tij, një grua e moshuar hyri dhe filloi të shikonte librat e vjetër. Ajo kishte një prezencë të qetë dhe një shprehje në fytyrë që fliste për një jetë plot histori. Eron i ofroi ndihmë, por gruaja tha se thjesht po shfëltonte. Pas një kohe, ajo erdhi te kaseta me një libër të vjetër në duar. Ky libër më kujton diçka nga e kaluara, tha ajo, me një zë që dridhet lehtë. E lexova shumë vite më parë kur jeta ime ishte shumë e ndryshme.
Jetët tona ndryshojnë gjithmonë, tha Aaron me një buzëqeshje të vogël, por kujtimet mbeten. Gruaja shikoi për një moment të gjatë, sikur po shifte diçka në të që e befasonte. Ju më kujton dikë, tha ajo ngadalë. Ka shumë vite që nuk e kam parë, por sytë tuaj janë shumë të ngjashëm. Zemra Aaron filloi të rrahë më shpejt, por ai u përpoq të qëndronte i qetë. Kë ju kujtoj? Pyeti me një ton të lehtë. Një vajzë të re që njihja shumë kohë më parë, tha gruaja. Emri i saj ishte Arlinda. Ishte një vajzë e mirë, por kishte kaluar gjëra të tmerrshme. E humba kontaktin me të para shumë vitesh. Emri ra si një rrufe. Arlinda. Për herë të parë, Aaron dëgjoi emrin e nënës së tij. A e dini se ku është tani? Pyeti Aaron, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. Jo, tha gruaja, duke tundur kokën me trishtim. Hera e fundit që dëgjova për të ishte para rreth 20 vitish. Ajo ishte shtatzën dhe në telashe të mëdha. Tentori të më kontaktonte, por unë isha larguar nga qytetin e atë kohë. Kur u ktheva, ajo ishte zhdukur. Askush nuk e dinte ku kishte shkuar. Aaron ndjeu një përzierje emocionesh që po e mbytën. Kjo grua e njihte nënën e tij. Kjo grua kishte qenë pjesë e jetës së saj. A mund të më tregoni më shumë për të? Pyeti, me zë të thyer. Gruaja e shikoi me kureshtje. Pse ju intereson kaq shumë? Aaron mori një frym të thellë. Sepse unë mendoj se ajo është nëna ime. Gruaja moshuar ul ngadalë në një karrige pranë kasës, sikur këmbët i kishin dorëzuar. Fytyra e saj u bë zbeht dhe duart i dridheshin ndërsa i vendoste në prehër. Nëna juaj, përsëriti ajo me zë që mezi dëgjohej. Ju jeni një prej fëmijëve të saj. Aaron tundi kokën, duke ndjer lotët që po i mbushnin syt. Jam një prej binjakëve që ajo la në maternitet 23 vite më parë. Unë dhe vllai im, Errol, kemi kërkuar për të gjithë këto vite. Dhe tani, për herë të parë, kam një emër, Arlinda. Gruaja ju mbulua fytyra me duar dhe filloi të qaj. Ishte një të qarit të heshtur, por të thellë, sikur të gjitha hidhërimet e viteve po dilnin në sipërfaqe një herësh. O Zot, tha ajo me slotësh. E di çfarë ndodhi asaj vajze. E di pse ajo bëri atë që bëri, dhe ju meritoni të dini të vërtetën. Aaron u ul pranë saj, zemra duke i rrahur aq shfort sa mendoi se do të shpërthente. Ju lutem, tha ai, më thoni gjithçka që dini. Gruaja mori një frym të thellë dhe filloi të fliste. Emri im është Meliha, njihja Arlindën që kur ishte një vajzë e vogël. Jeta e saj nuk ishte kurrë e lehtë. Familja e saj ishte e varfër dhe kishte kaluar gjëra të tmerrshme. Prindrit e saj vuanin prej alkoolit. Ajo u rrit në një mjedis të dhunshëm dhe të pasigurt. Kur mbushi 16 vjeç, u largua nga shtëpia për të shpëtuar. Meliha ndaloi për një moment, duke fshirë lotët nga syt. Ajo erdhi në Prishtinë me shpresën për një jetë më të mirë. Gjeti punë në një restorant dhe tentoi të bënte një jetë për vete. Por pastaj takoi një burr. Emri i tij ishte Sokol, një burr më i vjetër me një reputacion të keq. Në fillim ai dukej i sjellshëm, mbështetës, por shpejt tregoi fytyrën e tij të vërtetë. Ai ishte i dhunshëm, kontrollues dhe e trajtonte Arlindën si një send që e zotëronte. Aaron dëgjoi me një dhimbje në gjoks që po u bënte më e fortë me çdo fjalë. Ajo mbeti shtatzën, vazhdoi Meliha, dhe kur Sokoli e mësoi, u tërbua. Ai nuk donte fëmijë, donte të detyronte Arlindën të abortonte, por ajo refuzoi. Kjo e zemroi edhe më shumë, dhe dhuna u bë më e keqe. Pra, ai e rrahu gjatë shtatzanisë? Pyeti Aaron me zë që dridhej nga zemërimi. Po, tha Meliha, duke ulur kokën, dhe më keq se aq. Ai e izoloi prej të gjithëve, nuk e linte të fliste me askënd, nuk e linte të dilte veten. Ajo ishte burgosur në shtëpinë e tij, duke jetuar në frikë të përditshme. Kur erdhi koha për të lindur, ajo arriti të ikë për një moment kur ai nuk ishte në shtëpi. Mori një taksi dhe shkoi në maternitet. Dhe pastaj, pyeti Aaron, edhe pse e dinte përgjigjen. Ajo lindi ju dhe vëllain tuaj, tha Meliha, por e dinte se nëse ju mbante, Sokol do t'ju gjente, dhe kishte frikë se ai do t'ju lëndonte ose më keq. Ajo mendonte se nëse ju linte në maternitet, ju do të gjenin një familje të mirë, një jetë më të sigurt se ajo që ajo mund t'ju jepte. Por pse nuk shkoi te policia? Pyeti Aaron me frustrim. Pse nuk kërkoi ndihmë? Sepse kishte frikë, tha Meliha. Sokol kishte lidhje, ai njihte njerëz në vende të larta. Dhe ai kishte thonë Arlindës se nëse ajo ndonjëherë tentonte të largohej ose të shkonte te policia, ai do ta gjente dhe do ta vriste. Ajo e besoi dhe ndoshta kishte të drejtë.
Eron ndjeu një valë të fuqishme dhimbjeje që po e përmbytej. Gjithë jetën e tij ai kishte menduar se nëna e tij thjesht nuk i kishte dashur, por tani kuptoi se ajo i kishte dashur aq shumë sa kishte bërë sakrifikën më të madhe, ti linte që të ishin të sigurt. Ku është ajo tani? Pyeti Eron me një shpresë të vetëm. Meliha ndundi kokën me trishtim. Nuk e di. Pas asaj nate ajo zhduku. Dëgjova thashë theme se kishte ikur nga Kosova, se kishte shkuar diku jashtë shtetit, por nuk kam asnjë provë. Askush nuk e di me siguri ku është. Eron qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, pastaj me një zë që mezi dëgjohet pyeti: "A mendoni se ajo ende mendon për ne?" Meliha e shikoi me sy plot dhimbje. "Çdo ditë të jetës së saj," tha ajo, "unë e njoh Arlindën. Ajo nuk do t'ju harronte kurrë. Çdo frymarrje që merr, ajo mendon për ju. Çdo natë që fle, ajo shikon ju në ëndrat e saj. Asaj ka jetuar me atë dhimbje për 23 vite." Eron nuk mund të mbante lotët më gjatë. Rrëzuan me forcë duke i lagur fytyrën, ndërsa ai i ulte kokën dhe i mbuloi syt me duar. Meliha i vuri porën në supë, një gest i vogël por plot dëmshuri. "Ju duhet të vazhdoni kërkimin tuaj," tha Meliha. "Ajo meriton të di se ju jeni mirë, se keni rritur në njerëz të fortë dhe të mirë. Dhe ju meritoni të takoheni me të dëgjoni fjalët e saj, të shijoni lidhjen që ju është mohuar gjithë jetën." Eron u ngrit dhe e falenderoi Melihan me zemër. Kur doli nga dyqani, telefonoi menjëherë Erol dhe ja tha gjithçka që kishte mësuar. Zëri i Erol ishte plot emocione, zemërim, dhimbje, shpresë, të gjitha së bashku. "Duhet ta gjejmë," tha Erol. "Çfarëdo që të duhet, duhet ta gjejmë dhe ta shpëtojmë nga kjo dhimbje." Nga ai moment, kërkimi i tyre mori një drejtim të ri. Tani që kishin një emër dhe një histori, kishin shumë më tepër për të punuar. Filluan të hulumtonin për Sokol, burrin që kishte qenë shkaktari i të gjitha. Zbuluan se ai ishte arrestuar disa vite pas lindjes së tyre për akuza të dhunës dhe trafikimit. Ishte burgosur për 8 vjet dhe pastaj ishte liruar. Por pas lirimit, askush nuk e dinte se ku kishte shkuar. Pyeten në për fshatra, në për qytete, në për çdo vend ku mendonin se Arlinda mund të kishte shkuar. Kontaktuan organizata që ndihmonin gra viktima të dhunës, me shpresën se ndoshta ajo kishte kërkuar ndihmë diku. Por çdo rrugë dukej se çonte në një përrua të mbyllur. Muajt kaluan përsëri. Eron dhe Erol ishin 24 vjeç tani, dhe edhe pse vazhdonin të jetonin jetën e tyre normale, kërkimi për nënën e tyre mbeti prioriteti kryesor. Çdo natë, para se të flinin, diskutonin për vendet ku ende nuk kishin kërkuar, për njerëzit që ende nuk kishin pyetur. Një natë Erol kishte një ide. "Çfarë nëse ajo përdori një emër të ri?" tha ai. "Çfarë nëse ajo ndryshoi identitetin për të shpëtuar nga Sokol?" "Atëherë si do ta gjejmë?" pyeti Eron me dëshpërim. "Nuk e di," pranoi Erol, "por duhet të provoj gjithçka." Ata kontaktuan agjensinë shtetërore që mbante regjistra të ndryshimeve të emrave. Pas shumë kërkesash dhe procesit gjatë burokratike, u dha një listë emrash të grave që kishin ndryshuar identitetin gjatë 20 viteve të fundit. Lista ishte e gjatë, shumë e gjatë, por ata vendosën ta kontrollonin çdo emër. Javët u bën muaj. Çdo ditë, pas punës, Eron dhe Erol merrnin listën dhe kontaktonin gra që përputhnin moshën dhe përshkrimin e përgjithshëm. Shumë prej tyre nuk kishin lidhje me Arlindën. Disa u irrituan nga pyetjet. Të tjerët treguan historitë e veta të dhimbshme, por asnjëra nuk ishte nëna e tyre. Dhe pastaj, një mbrëmje të zakonshme në fund të vjeshtës, Eron bëri një telefonat që ndryshoi gjithçka. Emri në listë ishte Elira Morina, një grua që kishte ndryshuar emrin për të shpëtuar nga Sokol. Identitetin 18 vite më parë. Eron formoi numrin me duar të dridhura, me zemrën duke i rrahur si një tambur. Telefoni zidi 1 herë, 2 herë, 3 herë. Pastaj një zë grua ju përgjigj. "Alo? Përshëndetje," tha Eron, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. "Kërkoja për Elira Morina?" Kishte një heshtje të gjatë në anën tjetër të telefonit. "Kush është?" pyeti gruaja, me një ton të kujdesshëm. "Emri im është Eron," tha ai, "dhe po kërkoj për dikë që mund të ketë lidhje me mua. Dikë që ndoshta më njihte shumë kohë më parë." Heshtja vazhdoi. Pastaj, me një zë që dridhej,
Gruaja pyeti. Sa vjeç jeni? 24, tha Eron, duke ndjer një tronditje në trup. Unë dhe vllai im, Erol, jemi binjak. Telefoni ra nga dora e gruas. Eron dëgjoi tingullin e tij duke përplasur në dysheme, dhe pastaj dëgjoi një të qartë të shtrënguar, sikur dikush po përpiqej të shtypte një dhimbje që ishte shumë e madhe për t'u përmbajtur. Ju lutem, tha Eron, me lot në sy. Nëse ju jeni ajo që mendoj se jeni, ju lutem, folisni me mua. Pas një kohe që dukej si një përjetësi, gruaja mori telefonin përsëri. Zëri i saj ishte i thyer, i mbushur me lot. Djemtë mi, tha ajo, për mbi frymën e rëndë. Djemtë mi të dashur, ju jeni gjallë, ju jeni mirë. Eron nuk mund të fliste. Lotët rridhnin aq shumë sa nuk shihte asgjë, por zemra e tij ishte plot me një përzierje emocionesh që nuk mund t'i emërtonte. Ku jeni? Pyeti gruaja mes lotësh. Ku jetoni? Në Prishtinë, arriti të thuaj Eron. Po ju? Ku jeni ju? Në Gjermani, tha ajo, në një qytet të vogël afër Munihut. Unë ika pas asaj nate, nuk kisha zgjedhje. Duhej të largoheshin për t'ju mbrojtur juve dhe veten time. Ne e dim, tha Eron me zë të butë. Ne e dim gjithçka dhe nuk jemi këtu për t'ju fajsuar. Jemi këtu për t'ju gjetur. Gruaja qau edhe më fort. Çdo natë kam ndruar këtë moment, tha ajo. Çdo ditë kam jetuar me atë faj, me atë dhimbje. Mendoja se ju do më urrenit, mendoj se kur nuk do të më falnit. Ne nuk ju urrejmë, tha Eron, duke i rrjedhur lot. Ne duam vetëm të t'ju takojmë, duam vetëm të dim se ju jeni mirë. Ata folën për orë të tëra atë natë. Arlinda, ose Elira siç quhej tani, u tregoi gjithçka për jetën e saj pas asaj nate në maternitet. Se si kishte ikur nga Kosova me ndihmën e një organizate që ndihmonte gra në rrezik, se si kishte arritur në Gjermani si azilante, se si kishte ndërtuar një jetë të re, por që asnjëherë nuk kishte qenë e plot, sepse çdo ditë mendonte për djemtë e saj. Kam një fotografi tuajën, tha ajo me slotësh. Vetëm një, që një infermiere e mirë në maternitet ma dha në fshehtësi përpara se të ikja. Ju ishin aq të vegjël, aq të bukur. E kam mbajtur me vete gjatë gjithë këtyre viteve. Çdo mbrëmje para se të flej e shoh dhe ju kërkoj falje. Kur Eronia tha Erolit për telefonatën, vëllai i tij shpërtheu në lot. Për 24 vite kishin jetuar me një zbrasti që menduan se nuk do të mbushej kurrë, dhe tani për herë të parë kishin gjetur atë që kishin kërkuar. Duhet të shkojmë ta takojmë, tha Erol duke fshirë lotët. Sa më shpejt jetë e mundur. Por takimi nuk ishte aq i thjeshtë. Eron dhe Erol nuk kishin pasaporta, nuk kishin pasur kurrë arsye për t'i nxjerrë. Procesi për të marrë dokumentet e udhëtimit mori kohë. Gjithashtu asnjëri prej tyre nuk kishte kurrë udhëtuar jashtë Kosovës, por asgjë nuk do t'i ndalonte tani. Ndërsa priten për dokumentet, biseduan me Arlindën çdo ditë. Thirrje të gjata telefonike ku ajo u tregoi për fëmijërinë e saj të vështirë, për marrëdhënien me Sokol, për frikën që kishte jetuar dhe për vendimin e dhimbshëm që kishte marrë atë natë. Kur ju pash për herë të parë, tha ajo një ditë me zë që dridhej, zemra ime u mbush me një dashuri që nuk e kisha ndjerë kurrë më parë, por në të njëjtën kohë u mbush me frikë. E dija se Sokol do të shmendej nëse mësonte për ju, e dija se nuk do t'ju linte të jetonit në paqe, dhe nuk mund ta duroja idenë se ju do të vuanit për shkak të meje. Ju bët atë që mendonit se ishte më e mira, tha Eron, me një butësi të re në zë. Dhe edhe pse ishte e dhimbshme për ne jemi këtu, jemi gjallë dhe jemi më të fortë se sa do të kishim qenë nëse do të kishim jetuar në atë frikë. Por ju humbët një nën, tha Arlinda me slotësh, ju humbët dashurinë, përgjafjet, puthjet, gjithçka që një fëmijë meriton. Dhe ju humbët 2 djem. Humbët mundësinë t'i shihni të rriten, të ecin për herë të parë, të thonë fjalën e parë. Por tani kemi mundësinë ta ndreqim atë që u thye. Nuk mund të kthejmë kohën pas, por mund të fillojmë nga tani. Këto fjalë prekën Arlindën thellë. Ajo kishte jetuar 24 vite me fajin, me turpin, me dhimbjen që e kishte gërryer nga brenda. Por tani djemtë e saj po ja ofronin diçka që ajo nuk kishte guxuar të shpresonte, faljen.
Pas 3 muaj shpritje, pasaportat ishin gati. Eron dhe Erol blen biletat e aeroplanit për në Munich. Nuk kishin shumë para, por kishin skërcyer gjithçka që mundën. Ky udhtim ishte më i rëndësishmi në jetën e tyre. Natën para nisjes, asnjëri prej tyre nuk mundi të flinte. Rinin në dhomën e tyre të vogël, duke menduar për atë që do të ndodhte. Si do t'ishte ta shihnin nënën e tyre për herë të parë? Si do t'ishte ta përqafonin, ta kishin pranë, ta dëgjonin zërin e saj jo në telefon, por ball për ball? A mendon se do të na njoh? Pyeti Eron në errësirën e dhomës. Si nuk do të na njoh, tha Erol. Ne jemi pjesë e saj, edhe nëse nuk na ka parë për 24 vite, zemra e saj do të na njoh. Në mëngjesin e ditës së udhëtimit, ata zunë autobusin për në aeroportin e Prishtinës. Ishte herë e parë që hipnin në një aeroplan. Gjithçka ishte e re, e frikshme dhe emocionuese njëkohësisht. Kur aeroplani u ngrit në ajër dhe Prishtina u bë gjithnjë e më e vogël poshtë tyre, Eron ndjeu një përzierje emocionesh që nuk mund t'i përshkruante. Fluturimi zgjati rreth 2 orë, çdo minutë dukej si një përjetësi. Kur aeroplani zbriti në Munich, Eron dhe Erol dolën me këmbë të dridhura dhe me zemra plot shpresë dhe frikë. Arlinda kishte thënë se do t'i priste në aeroport. Kur dolën nga porta e daljes, e pan menjëherë. Ajo qëndronte pranë një kolone, me duar të shtrënguara para gjoksit, me sy plot lot që mezi mbanin. Ishte një grua në të 40-tat, me flok kafe që kishin filluar të thinjin, me fytyrë që mbante shenjat e vuajtjes, por edhe të bukurisë që kishte qenë dikur. Për një moment, asnjëri nuk lëvizi. Eron dhe Erol e shikonin gruan që i kishte sjellë në jetë, që i kishte mbajtur në bark për 9 muaj, që i kishte lënë me dhimbjen më të madhe. Dhe Arlinda i shikonte djemtë e saj, që tani ishin burra të rritur, të fortë dhe të bukur, aq të ngjashëm me njëri tjetrin. Pastaj, sikur një forcë e padukshme i tërhiqte, të tre filluan të vraponin njëri drejt tjetrit. Kur u takuan, përqafimi ishte aq i fortë sa dukej sikur askush nuk do të lëshonte më. Lotët rrjedhin nga të gjithë, lot dhimbjeje, lot gëzimi, lot çlirimi. Djemtë e mi, përshpëriste Arlinda mes lotësh, duke i puthur ballin e secilit. Djemtë e mi të dashur, ju jeni këtu, ju jeni vërtet këtu. Ne jemi këtu, mami, tha Eron, duke e quajtur kështu për herë të parë në jetën e tij. Fjala doli natyrshëm, sikur kishte qenë gjithmonë atje, duke pritur për t'u thënë. Ne jemi këtu, përsëriti Erol, duke e përqafuar edhe më fort. Njerëzit që kalonin përreth i shikonin me kuriozitet, por askush nuk u ndërhyri. Disa u buzëqeshën me dhëmshoi, duke kuptuar se po ndodhte diçka e veçantë, diçka e shenjtë. Arlinda i çoi në shtëpinë e saj, një apartament të vogël të qetë në një lagje të bukur. Ajo kishte përgatitur dhoma për ta, kishte gatuar ushqime tradicionale shqiptare që kishte mësuar të bënte sërish pas vitesh, donte t'u jepte gjithçka që nuk kishte mundur t'u jepte më parë. Atë mbrëmje, rinin të tre në tavolinë, duke ngrënë dhe duke folur. Por më shumë se të ngrënit, ishte biseda që i mbushi. Arlinda u tregoi gjithçka. Çdo detaj të jetës së saj, çdo vendim që kishte marrë, çdo natë që kishte qarë për ta. Kur ju lash, tha ajo me zë të thyer, një pjesë e meje vdiq. Ajo pjesë nuk u kthye kurrë. Vazhdova të jetoja por si një fantazëm. Përpiqja të ndërtoja një jetë këtu, gjeta punë, mora një apartament, por asgjë nuk më plotësonte, sepse ju mungonit. Çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, ju mungonit. Ne të kuptuam tani, tha Eron duke e mbajtur dorën e saj, dhe nuk të fajsojmë. E dim se e bëre për ne, jo kundër nesh. Por si mund të më falni? Pyeti Arlinda duke qarë. Si mund të më falni për atë që ju hoqa? Sepse jenë nëna jonë, tha Erol thjesht, dhe dashuria nuk ka nevojë për arsye tim. Ne të duam, jo për atë që bëre ose nuk bëre, por për atë që je. Këto fjale thyerin Arlinën krejtësisht. Ajo ra në gjunjë dhe qau me një intensitet që dukej se nuk do të mbaronte kurrë. Eron dhe Erol u ulën pranë saj, e përqafuan dhe qarën bashkë me të. Ishte një moment katarsisi, një moment ku të gjitha dhimbjet, të gjitha pyetjet, të gjitha ankthet e 24 viteve po lirohen. Ditët që pasuan ishin ndër më të bukurat dhe më të dhimbshmet që të tre kishin përjetuar ndonjëherë. Eron dhe Erol kaluan 2 javë në Munich, duke jetuar me nënën e tyre për herë të parë. Çdo mëngjes zgjoheshin me aromën e kafes që Arlinda përgatiste,
Çdo mbrëmje hanin darkë së bashku, duke ndarë histori dhe duke krijuar kujtime të reja. Arlinda i çoi në çdo vend të rëndësishëm në Munich, në muze, në parqe, në restorante. Por më shumë se vendet, ajo donte të kalonte kohë me ta, të fliste me ta, të mëshonte për ta. Donte të dinte çdo detaj të fëmijërisë së tyre, edhe pse çdo histori e dhemte thellë. Kur Eroni ja tregoi për vitet në shtëpinë e fëmijëve, për natët kur qante duke dëshiruar një nën, Arlinda nuk mund të fliste për orë të tëra. Kur Erol ja tregoi për talljet në shkollë, për fëmijët që e quanin të braktisur, ajo ndjeu një dhimbje në zemër që mendoi se do ta vriste. Unë mendoja se po ju mbroja, tha ajo një natë duke qarë pafund. Mendoja se duke ju lënë, po ju jepja një mundësi për një jetë më të mirë, por ju hoqa gjën më të rëndësishme, një familje, ju hoqa dashurinë time. Si mund të jetoja me këtë? Ti na dhe jetën, tha Eron but, na dhe mundësin të rritemi, të bëhemi burra. Po, ishte e vështirë, po, vuajtëm, por jemi këtu tani, dhe nëse do të kisim mundësin të zgjedhnim përsëri, do të zgjidhnim të njëjtën gjë, të ishim të sigurt, edhe nëse do të thoshte të ishim pa ty. Gjatë atyre 2 javëve, Arlinda i tregoi edhe për jetën e saj pas largimit nga Kosova. Se si ishte arritur në Gjermani me ndihmën e një organizate që ndihmonte gra viktima të dhunës. Se si ishte jetuar në një shtreh për muaj, tërë, mos gudhuar të dilte, me frikë se Sokoli mund ta gjente. Se si ishte ndryshuar emrin dhe identitetin për të zhdukur çdo gjurmë. Për vite nuk folëm me askënd, tha ajo. Nuk bëra miq, nuk krijoja lidhje, sepse çdo lidhje ishte një rrezik. Çdo person që njihja mund të ishte dikush që Sokol mund ta përdorte për të më ngjetur. Jetova në vetmi absolute, me vetëm kujtimin tuaj për të më mbajtur gjallë. A e di nëse ai ende të kërkon? Pyeti Erol, me shqetësim. Jo, tha Arlinda. Kam dëgjuar se ai u lirua nga burgu para disa vitesh, por nuk kam asnjë ide se ku është tani. Dhe çdo ditë jetoj me frikën se ndoshta një ditë do të më gjej. Eron dhe Erol e shikonin nënën e tyre me një përzierje respekti dhe dhimbjeje. Kjo grua kishte përjetuar aq shumë, kishte vuajtur aq thellë dhe megjithatë kishte vazhduar të jetonte. Ishte e fortë në mënyrë që ata sapo po fillonin ta kuptonin. Në fund të 2 javëve, Eron dhe Erol duhej të ktheheshin në Kosovë. Kishin punë, përgjegjësi, një jetë që i priste. Por ndarja ishte pothuajse e padurueshme. Në aeroport, Arlinda i përqafoi të dy për një kohë të gjatë, duke qarë në supin e secilit. Ju lutem, mos harroni se sa shumë ju dua, tha ajo me slotosh. Ju lutem, mos harroni se çdo ditë e jetës time kam menduar për ju. Ne nuk do ta harrojmë kurrë, tha Eron, duke e puthur në fytyrë. Dhe do të vim përsëri. Kjo nuk është lamtumir për gjithmonë. Kjo është vetëm fillimi. Po, do të kthehemi, tha Erol, dhe ndoshta një ditë ti mund të vish në Munich, mund të shohësh vendin ku ne u rritëm, vendin ku të kërkuam gjatë gjithë këtyre viteve. Një ditë, tha Arlinda, duke u buzëqeshur me slotëve. Një ditë kur të mos kem më frikë. Fluturimi i kthimit ishte i heshtur. Eron dhe Erol ulen pranë njëri tjetrit, secilin i zhytur në mendimet e tij. Kishin gjetur atë që kishin kërkuar, kishin gjetur nënën e tyre, kishin gjetur përgjigjet që kishin pritur gjatë gjithë jetës, por në vend që të ndjenin vetëm gëzim, ndjenin edhe një trishtim të thellë, për vitet e humbura, për dhimbjen që nëna e tyre kishte përjetuar, për atë që mund kishte qenë dhe nuk ishte. Kur u kthye në Prishtinë, jeta vazhdoi si më parë. Eron u kthye në dyqanin e tij të librave, Erol në garazh, por diçka ishte ndryshuar në ta. Tani kishin një qëllim të ri, një shpresë të re. Nuk ishin më 2 djem të braktisur që kërkonin për përgjigje, ishin 2 burra që kishin gjetur nënën e tyre dhe që kishin vendosur të ndërtonin një lidhje që u kishte mohuar. Çdo javë bënin thirrje me Arlindën, biseda zgjaste orë të tëra, duke ndarë detaje të vogla të jetës së përditshme, duke qeshur, duke qarë, duke krijuar ngadalë atë që nuk kishin pasur kurrë, një marrëdhënie nën-bir. Muajt kaluan dhe Eron dhe Erol filluan të përgatiteshin për një udhëtim të ri në Munich. Por para se të largoheshin, morën një vendim të rëndësishëm. Donin të bënin diçka që do të ndihmonte fëmijët e tjerë që po kalonin atë që ata kishin kaluar.
Me kursimet e tyre dhe me ndihmën e disa donatorëve, hapën një fondacion të vogël që ofronte mbështetje për fëmijë të braktisur. Ofronin këshillim, mentorizëm dhe ndihmë financiare për ata që po përpiqeshin të ndërtonin një jetë pas shtëpisë së fëmijëve. E quajtën Fondacionin Shpresa e Re, sepse kjo ishte ajo që ata donin t'u jepnin fëmijëve, shpresë për një të ardhme më të mirë. Zonja Valbona, edukatorja e tyre vjetër nga shtëpia e fëmijëve, qau nga gëzimi kur dëgjoi për këtë. Ju keni marrë dhimbjen tuaj dhe e keni kthyer në diçka të bukur, i tha ajo. Ju keni marrë vuajtjen tuaj dhe e keni përdorur për të ndihmuar të tjerët. Kjo është gjëja më fisnike që dikush mund të bëjë. Një vit pas takimit të parë me Arlindën, ajo erdhi për të vizituar Kosovën për herë të parë që prej 25 vitesh. Kishte nevojë për shumë guxim për ta bërë këtë. Frika nga e kaluara ende e hanoste, por dashuria për djemtë e saj ishte më e fortë se çdo frikë. Kur Arlinda zbriti nga aeroplani në Prishtinë dhe pa përsëri tokën ku kishte lindur, ku kishte vuajtur, ku kishte lënë pjesën më të çmuar të saj, ndjeu një përzierje emocionesh që nuk mund t'i përshkruante. Eron dhe Erol ishin atje për ta pritur, me lule në duar dhe buzëqeshje në fytyrë. Mirë se erdhëm në shtëpi, mami, tha Eron, duke e përqafuar fort. Kjo nuk është më shtëpia ime, tha Arlinda but. Shtëpia ime është kudo që jeni ju. Ata e quan Arlindën në apartamentin e tyre, në fondacionin që kishin krijuar, në vendet ku kishin kaluar fëmijërinë. E quan edhe në maternitet ku ajo i kishte lindur. Ishte një vizitë e dhimbshme, por edhe shëruese. Arlinda qëndroi para ndërtesës për një kohë të gjatë, duke kujtuar atë natë dimri 25 vite më parë. Kjo ishte nata më e errët e jetës sime, tha ajo, me lot në sy. Por tani shoh se edhe në errësirën më të madhe kishte dritë, sepse ju bët burrat mrekullueshëm, ju mbijetuat, ju triumfuat. Ato 2 javë që Arlinda kaloi në Kosovë ishin transformuese për të tre. Për herë të parë, ajo pa vendin ku djemtë e saj kishin uritur, pa dhomën ku kishin fjetur në shtëpinë e fëmijëve, pa shkollën ku kishin studiuar, pa rrugët ku kishin ecur duke ëndrruar për një familje. Dhe për herë të parë, Arlinda nuk ndjeu vetëm faj dhe dhimbje. Ndjeu edhe krenar. Djemtë e saj kishin përballuar vështirësitë më të mëdha që jeta mund t'u jepte, dhe kishin dalë më të fortë. Kishin marrë dhimbjen e tyre dhe e kishin kthyer në diçka pozitive. Kishin vendosur të ndihmojnë të tjerët në vend që të zhyten në hidhërim. Një mbrëmje, ndërsa të tre së bashku ulur në balkonin e apartamentit, duke parë diellin që po perëndonte mbi Prishtinë, Arlinda u tha diçka që i bëri të dy ta kuptonin se sa shumë kishte ndryshuar. Kur ju lash, filloi ajo me një zë të qetë por të fortë. Mendova se kurrë nuk do të mund të jetoja me atë vendim. Mendova se do të më mundoj çdo ditë të jetës sime, dhe më mundoi. Por tani duke ju parë, duke parë burrat që u bët, duke parë zemrën dhe forcën që keni, kuptoj se ndoshta i vendim, sa do i dhimbshëm, ishte i drejtë. Jo sepse ishte i lehtë, por sepse ju mbajtit sigurt. Ju dha mundësinë të rriteni pa frikën që unë jetoja. Dhe edhe pse ju hoqa dashurinë time, ju kurrë nuk e humbët aftësinë për të dashur. Ne të duam, mami, tha Erol duke e mbajtur dorën e saj. Gjithmonë kemi të dashur, edhe kur nuk të njihnim, edhe kur mendonim se na kishe harruar, sepse dashuria nuk varet nga prania fizike, dashuria është diçka më e thellë. Arlinda buzëqeshi me slotëve. Si u bët kaq të mençur? Pyeti ajo. Nga vuajtja, tha Eron thjesht. Vuajtja të mëson gjëra që asgjë tjetër nuk mund të mësoj. Në fund të vizitës, para se Arlinda të kthehej në Gjermani, tre morën një vendim të rëndësishëm. Do të punonin për të bashkuar përsëri në mënyrë permanente. Ndoshta Arlinda do të kthehej në Kosovë, ose ndoshta Eron dhe Erol do të shkonin në Gjermani. Detajet nuk ishin të qarta ende, por qëllimi ishte i qartë. Ata donin të ishin një familje, në mënyrën e tyre të veçantë. Vitet që pasuan ishin plot sfida, por edhe plot gëzim. Lidhja midis Eron, Erol dhe Arlindës u bë gjithnjë e më e fortë. Ata vizituan njëri tjetrin sa herë që mundën, folën çdo ditë dhe mbështetën njëri tjetrin në çdo hap të rrugës. Fondacioni Shpresa e Re u rrit dhe ndihmoi 10 fëmijë të braktisur për të gjetur rrugën e tyre në jetë.
Eron dhe Erol bën atë që nëna e tyre nuk kishte mundur të bënte për ta. U dhan fëmijëve të tjerë dashurinë, mbështetjen dhe shpresën që çdo fëmijë meriton. Dhe një ditë, 5 vite pas takimit të tyre të parë, Arlinda mori vendimin më të madh të jetës së saj pas asaj nate dimri. U kthye në Kosovë për të jetuar përsëri. Frika nga e kaluara kishte zbehur. Sokol kishte vdekur në një aksident disa vite më parë dhe tani ajo nuk kishte asgjë që e pengonte. Kur Arlinda erdhi për të jetuar përhershëm në Kosovë, u vendos në një apartament të vogël afër djemve të saj. Çdo ditë, ata hanin së bashku, ose të paktën shihnin njëri tjetrin. Çdo fundjavë, bënin plane për aktivitete familjare. Dhe çdo natë, para se të flinin, Arlinda falenderonte Zotin për mundësinë e dytë që jeta ja kishte dhënë. Një mbrëmje, ndërsa të tre ulur në tavolinë pas një darke të gjatë, Erol ngriti gotën e tij me ujë. Asnjëri prej tyre nuk pinte alkol, një traditë që kishin marrë nga edukata e shtëpisë së fëmijëve, dhe tha: "Dua të bëj një dolli. Për 30 vite më parë, 3 jetë u ndanë në atë natë dimri. Një nën humbi 2 djem dhe 2 djem humbën një nën. Por sot, 3 dekada më vonë, jemi këtu. Jemi së bashku. Jemi një familje. Kjo është për ato vite të humbura, por më shumë se aq, për vitet që do të vinë. Për dashurinë që na lidh, për forcën që na mban dhe për faljen që na shëroi." "Për familjen," tha Eron, duke ngritur gotën e tij. "Për familjen," përsëriti Arlinda, me lot gëzimi në sy. Ata përplasën gotat dhe pinë, duke ditur se rruga e tyre nuk ishte e lehtë, por kishte çuar diku të bukur. Kishin gjetur njëri tjetrin, kishin gjetur shërimin, kishin gjetur dashurinë që u ishte mohuar. Dhe në atë moment, në atë apartament të vogël në Prishtinë, me dritën e vakët të llambës që i ndriçonte fytyrat, Eron, Erol dhe Arlinda nuk ishin më 3 individ të thyer nga e kaluara. Ishin një familje që kishte fituar mbi dhimbjen, mbi braktisjen, mbi të gjitha vështirësitë që jeta u kishte hedhur. Historia e tyre nuk ishte një histori me fund të lumtur në kuptimin tradicional. Asgjë nuk mund të kthente prapa vitet e humbura. Asgjë nuk mund të fshinte dhimbjen që kishin përjetuar, por ishte një histori shërimi, një histori se si dashuria mund të triumfojë mbi gjithçka, edhe mbi braktisjen më të dhimbshme. Dhe kjo, ndoshta, ishte mësimi më i madh që historia e tyre kishte për të dhënë, se pavarësisht se sa e errët është nata, pavarësisht se sa e dhimbshme është ndarja, pavarësisht se sa të thyer jemi, dashuria gjithmonë gjen një rrugë për t'u kthyer, dhe kur kthehet, është edhe më e fortë se para. Eron dhe Erol kishin filluar jetën si 2 foshnjak të braktisur në një natë bore, por tani, 30 vite më vonë, ishin burra të plot, me një nën që i donte më shumë se jetën e saj, dhe me një mision për të ndihmuar të tjerët që kishin kaluar përmes së njëjtës dhimbje. Dhe Arlinda, gruaja që kishte marrë vendimin më të vështirë të jetës së saj, tani mund të flinte në paqe, duke ditur se djemtë e saj nuk e urrenin, por e kuptonin. E kuptonin se ndonjëherë dashuria më e madhe është të lësh shkuar, edhe kur të thyen në copa. E kuptonin se ndonjëherë sakrifica më e madhe është të bësh atë që është më mirë për të tjerët, edhe kur të vret nga brenda. Dhe në fund e kuptonin se falja nuk është vetëm një akt dashurie, është një akt çlirimi. Çliron atë që falet, por çliron edhe atë që fal. Kjo ishte historia e Eron, Erol dhe Arlindës, një histori dhimbjeje dhe gëzimi, ndarjeje dhe bashkimi, humbjeje dhe gjemjeje. Një histori që na kujton se asnjë situatë nuk është aq e pashpresë sa të mos ketë mundësi për shërim, dhe një histori që na pyet të gjithëve, çfarë do të bënim ne në vend të Arlindës? Çfarë do të bënim në vend të Eron dhe Erol? A do ta kuptonim dhimbjen? A do ta jepnim faljen? Sepse në fund të fundit, jeta e secilit prej nesh është plot me vendime të vështira, me momente ku duhet të zgjedhim midis asaj që duam dhe asaj që duhet, dhe shpesh, zgjedhja e duhur është ajo që më shumë na dhemb. Por kur vjen dita e gjykimit, kur vjen momenti i përballjes me pasojat e vendimeve tona, çfarë do të gjejmë? A do të gjejmë faljen? A do të gjejmë kuptimin? Historia e Eron, Erol dhe Arlindës na tregon se po, është e mundur. Falja është e mundur, shërimi është i mundur,
dhe dashuria e vërteta dhe e thellë është gjithmonë e mundur. Edhe pas 30 vitesh ndarje, edhe pas një jete dhimbjeje, edhe pas braktisjes më të dhimbshme, dashuria gjithmonë gjen një rrugë, dhe kur e gjen, ajo shëron gjithçka. Ky është përfundimi i historisë së Eron, Erol dhe Arlindës, një histori dhimbjeje dhe gëzimi, ndarjeje dhe bashkimi, humbjeje dhe gjemjeje. Një histori që na kujton se asnjë situatë nuk është aq e pashpresë sa të mos ketë mundësi për shërim, dhe një histori që na pyet të gjithëve, çfarë do të bënim ne në vend të Arlindës? Çfarë do të bënim në vend të Eron dhe Erol? A do ta kuptonim dhimbjen? A do ta jepnim faljen? Sepse në fund të fundit, jeta e secilit prej nesh është plot me vendime të vështira, me momente ku duhet të zgjedhim midis asaj që duam dhe asaj që duhet, dhe shpesh, zgjedhja e duhur është ajo që më shumë na dhemb. Por kur vjen dita e gjykimit, kur vjen momenti i përballjes me pasojat e vendimeve tona, çfarë do të gjejmë? A do të gjejmë faljen? A do të gjejmë kuptimin?